Ja, mas volgens mij ja, laat even. Toch, dus dat is. Sinjor që di të rëndësishme që unë po ja dedikoj para pjesëve të shumë, të cilën të vërtet prej fillimit një energji që besoj ju përfasus tonë që I kemi në Itali e dini mas mire çfarë energjie të madhe të punës kanë përrami me shokë, me atletë, me smajlin e temin, ashimin e tjerë të cilësar që kemi pas rastin me vizitu ambasador, me vlerësu këta ma shumë se jeni atje ma shumë. Po na me ato pak, po na I vlerësojnë këta me angazhimin që kanë pas kaluar në komunën e Klinës, me përkushtimin edhe si familje, bërë me punat e kështu që faleminderit shumë që jeni sot në objektin e komunës Klinës, knasi ambasadore me pas muzik, bashkë me gjithë tash po edhe na jemi mirë njas komunës të vitit në Treviso që na ka pranuar për të qenë komunë vazhdueshme, për cilat kemi ndjek procedurat të nevojshme na aprovojnë nga të dy kuvendet në firmosit e memorandumit në kuptimit mes të dy kryetarëve edhe Jemi sot pjesë e këtij aktiviteti. Është vendosja e pllakës është simbol I një miqësie e cila është konsoliduar prej punësve të kryera ndër vite dhe cila thjesht merr një formalizim institucional ditën e sotme. Kjo miqësi është krijuar fal bashkëpunimit, fal mënyrës së përqasjes së komunitetit tonë në Itali, komunitetit tonë të cilët janë punëtor, të dedikuar, të interesuar të bashkëpunojnë të t'i kthejnë komunitetit e kështu me radhë dhe konkretisht shoqarës Shëmona Terez edhe profesorit saj Zotit Bajram Tespo me gjithë shokët të thoja. Praktikisht në raportet me Italinë janë raporte të afërta mes dy shteteve tona. Janë raporte të afërta edhe mes dy komuniteteve tona, mes qytetarëve të vendet tona. Ndodhemi gjeografikisht afër, kemi një histori të përbashkët dhe na janë gjetur në ditët tona më të errta e nuk na kanë lënë në baltë kur ua kishim nevojën më së shumti. Si rjedhoi fillimi I bashkëpunimit edhe në nivel lokal është për të vlerësuar këtej bashkëpunimeve të tjera që mund t'i kemi, sepse ky bashkëpunim realisht flet me qytetarëve konkret të dy vendeve. Unë komplimentoj komunitetin tonë në Quinto di Treviso, realisht komunitetin tonë në gjithë Italinë. Është shumicën që ka duhet me u thonë, kryetari në Meleza I përmeni, ose ambasadori në Tashale I përmeni, në cilat përësisht pajtojnë. Fillimisht ju përgëzoj për punën si një ju si kryetar, në kryetari Tanishën Kashi, kryesuesi Risha, punë e shkëlqyshme dhe shpresoj që të vazhdoni këtë punë ta bëni edhe me shtetet tjera edhe me komunitetet tjera. Në rastin e Quinto di Trevisos kemi të bëjmë me një komunitet par excellence, ka thojnë francez, domethënë shkëlqyshëm, cilët për kushtimin e tyre për vendin ku jetojnë atje e kanë treguar mas miri gjatë pandemisë kur ka ekzistuar një frikë e madhe. Në përgjithësi këta I kanë mbledh ofër 20.000 euro dhe ja kanë quajtur administratës. Atje minimum, domethënë komuniteti juaj
Kosova i ka mbledh 20.000 euro ja u ka qu administratës minimu atyre. Ata e kanë pas i këta janë të përkushtuar për atë vend, edhe që ata iniciativa si e ka nis këta pej poshtit. Përbinja Gzim ka qenë suksesshme, është e suksesshme, dhe u besoj ka me jepë edhe fryte në termë. Kryetar, profesor doktor Zenon Lezaj, Adil Gashi, kryetari i komunës, dhe Enver Berisha është kryetari i asamblesë komunale. Ambasadore, shëndetje, Këtu kemi edhe ambasadorën e Republikës Kosovës në Rom, zonën Nita Shala, konzulën e përgjithshëm të Republikës së Kosovës Milano, Diamant Kastrati, kemi edhe gjithë bashkëdhëtarët tanë afarest, kemi edhe forin italian që është sot në Mesido. Faleminderit për pritjen që na keni vënë. Ne si komunitet duke falendëruar edhe bizneset shqiptare, duke falendëruar edhe mundësisë që na kanë ofruar autoritetet komunale italiane, ne diçka kemi lëviz, edhe ata kur e kanë pa lëvizjen tonë, domethënë kanë pasur që ne jemi të interesuar në diçka. Një delegacion në nivelit komunal vitin e kaluar ka vizituar komunën Klinës, kryetarin e komunës dhe disa këshilltar, dhe duke falendëruar Fadil Gashit që kryetar i Kuvendit ka organizuar një seancë plenare, një seancë solemne, dhe mes të dy kryetarëve dy komunave, profesor doktor Zenon Lezaj dhe Duri Ivan, kanë nështruar paktin e miqësisë mes të dy komunave. Domethënë u zyrtarizu nënshkrimi i finanzimit komunal. Gli italiani ti kuptojnë, po ata ne non Io voglio parlare in italiano, nel nome dei cittadini italiani presenti in questa sala. Lei, comandante, non è l'unico cittadino italiano presente qua. Qua c'è una decina, ventina di persone che sono cittadini italiani. La giornata di oggi è frutto non solo di un semplice gemellaggio protocollare, ma di un'amicizia che è nata, creata, che è stata annaffiata con il sudore, con il contributo sia dei rappresentanti e dei singoli cittadini della Repubblica del Kosovo che sono immigrati in Italia, ma anche dei nostri amici nell'amministrazione italiana, cittadini semplici, gente di cultura, di arte, insegnanti che lavorano con i nostri figli, gente di buona volontà, anche di sacerdoti, anche di quei suoi commilitoni che come sempre ricorda il nostro amico Bayram Desco, quando i nostri venivano respinti, cacciati via da questa benedetta terra, feriti, senza niente, senza un goccio di acqua, era l'esercito italiano e la Croce Rossa italiana oltre il confine che li ha accolti, e siamo grati e riconoscenti per tutta la vita. Noi speriamo nella pace, diamo tutto per la pace, speriamo che l'Italia continua insieme con altri paesi della Comunità Europea e della NATO ad aiutarci a vivere in pace, a essere parte della pace dell'Europa e del mondo. Grazie. هذا البرد اسمع لا تجي يكره شميوني هذا
Ja, ta kanë të pasë. Ta të mundar të ne, a gani? Gani gara që që ka gana që. Një ditë vërtet festive për komunën e Klinës, me që rast dhe më thonë binjakëzimi i komunës e Klinës me atë trevisos nga Italia u kurëzuar me një vendosjen një plake kështu si shenjë nderimi dhe përkujtimi kështu të një përjetshëm për këtë bashkëpunim. Çfarë mund të na thoni për më tepër për këtë ngjarje, për këtë aktivitet? Është të ditë në rëndësi për qytetarët e komunës së Klinës, sepse një proces i cili ka kaluar të gjitha fazat të ligjore, pra me iniciativat nga Mërgata e komunës së Klinës, të cilët i falenderoj shumë për idenë që ne të binjakësojmë, po edhe falenderoj shumë për përfaqësimin dinjitos që bëjnë komunës së Klinës edhe në përgjithësi Republikës Kosovës dhe falë angazhimit të tyre, falë suksesit të tyre, ka ardhur edhe praja që ne kemi një binjakësim me komunën e Klinës, e cila i ka kaluar të gjitha fazat, pra me miratim nga kuvendet komunale, me firmosjet e Bankut të Përësisë dhe Institutit të komunës së Klinës e kujtit të televizion ne këtu në objektin e komunës së Klinës dhe ky moment kurorëzimi i binjakëzimi me vendosjen e dy pllaka në dy pjesë të hyjes së qytetit në televizor dhe sot ne këtu që po bëjmë në një vend vërtet të meritur, pra në ukorin e komunës së Klinës me kjo pllakë e cila do të ketë shenjë e mirësisë e përhershme në mes të dy popujve, pra popullit të kujtit të televizis dhe popullit të komunës së Klinës. Zoti kryetar. Sot në komunën e Klinës ndodhë një event vërtet shumë në besishëm për faktin që binjakëzimi dy komunave për pace dhe natyrisht ju diskutuat edhe natë atje që ndjehin një mine që në radhë parë bashkëpunimi i frishëm i komunitetit tonë atje në Itali, natyrisht që ka sjellë edhe rezultate, por edhe puna juaj dhe të gjitha strukturave të tjera në këtë drejtim. Si po përjetoni këtë vit të veçantë të këtu? Me shumë kënaqësi. Pllaka në fjalë është simbol i një miqësie e cila është kultivuar ndër vite dhe sot merr një formë institucionale. Komuniteti jonë në Quinto di Treviso janë qytetarë të dedikuar, punëtor, të familjes, të komunitetit dhe si e tillë ka krijuar një impresion tek komuniteti në Quinto di Treviso për qytetarë të dinjitetshëm të një republike siç është Republika jonë. Dhe realisht kjo është një realizim i miqësisë tashmë të konsoliduar ndër vite dhe punës
së padotshme të shoqatës Shën Mëratëres, si dhe kryesuesit të saj Zoti Bajram Desko, i cili së bashku me bashkëanëtarët të tjerë atje, kanë marrë nismë në fjalë dhe kanë arritur që ta vënë në funksion dhe ta realizojnë falë edhe një përgjigje pozitive, si nga kryetari i Komunës së Rrjedhës, ashtu edhe nga kryetari i Komunës së Prindërvi Tretisës. Dhe gjithashtu administratat e të dy qyteteve. Në Italinë kemi një bashkëpunim të konsoliduar sa i takon raporteve mes të dy vendeve, është e nevojshme që të caktohet edhe më tej bashkëpunimi në nivel të komunave. Dhe kjo nismë, ky bashkëpunim, konsideroj se është një nga shembujt e mirë të cilat mund t'i marrim si të tillë dhe të shikojmë edhe bashkëpunime të tjera të karakterit të gjashtë. Ambasador, faleminderit shumë.